Tokën ti ta harroj për 101 milion vjetë, se s'mund të shem më shtëpi se do naj 50 metra tokë. Do ecim bazë ligjore. Shiko këto, nuk do bush më tepër se 30 minuta, do tharras punëtorit, do ta prish komplet çak e rrëzuat e lartë. Një javë më parë ju treguam historinë e 54 vjeçarit Dibran Fatmir Lakushi, i cili në vitin 2004 bleu në zonën e Shkallnurit një sipërfaqe toke 300 metra katror për vlerën 33 milion lekë të vjetra. Pa e menduar se kjo pronë shumë shpejt do të bëjë një mollë sheri mes tij dhe familjes së Muhamet Hersit, zotërisë që ja shiti tokën dhe që sot nuk jeton më. Bisedu me Muhamet Hersin dhe ram dakord më thotë se prona jote është në këtë vend. Edhe unë atë kohë nuk e hyra me një fjalë as me topograf, as me asnjë gjë. Çështje besimi shto këtu dhe faktin se përpara Fatmirit aty kishin bler tokë motra dhe vëllai i tij. Dhe pas këtij investimi Fatmiri asakoi 32 vjeçar u largua sërish në emigrim. U ktheva nga Kanadaja 2009. Bëj gjithë letrat që të shken komunë për rrethim prone. Mirë po, kur vjen kryetari i komunës bashkë me topografin që të vënë piketimet, ishte prona me fjalë që unë do e merrsha në këtë pozicion. Vjen topografi thotë zotëri, thotë ti nuk e ke pronën në këtë pozicion, po thotë ti pronën e ke në këtë pozicion poshtë. Në atë moment që more vesh këtë lajm, kishte ndërtim të Muhametit aty? Po ishte ndërtimi. Ishte vazhduar me një fjalë 3 kate. E mati topografi, i nxori biketimet e të gjitha dhe aty doli me një fjalë që Muhamet Hersi kishte bllokuar mua rreth 80 metra. Sipas këtij proces verbali të mbajtur më datë 31 maj 2009, vjetë rese nga matjet e topografit në terren ka rezultuar se Muhamet Hersi me ndërtimin që kishte bërë pa leje, kishte zaptuar plot 100 metër katror të tokës që vetja kishte shitur Fatmirit. Dhe në ato kohë të kriste lufta aty, po të hinsha unë me një fjalë e lagu nuk e lagu. Po Muhameti që i shkaft në atë moment, ai nuk futi djalin që të futet në konflikt me Dibrant, po futi vajzën, atëherë jam drejtu gjykatës. Nuk mora as avokat, unë kisha letrat Sofie Hersi, goca e Muhamet Hersit, ishte me avokat. Gjyqtari kishte letrat e mia, certifikatën time, po kishte edhe letrat e asaj, që kishte një shtëpi në pronën time. Dhe e pyeti avokatin e zonjës, ke qenë ke prona që ta shikosh si pronë që ke ardhur të mbrojsh zonjën Sofie Hersi? Ti jo, thot s'kam qenë, thot, po e kam letrat. Letrat i kam në unë, thot, çoun kam për jashtë. Gjyqtari i bie çekiçit, kjo shtëpi do prishet, çdo gjë ka mbaruar. Kështu më datë 18 gusht 2010, komuna e Rashbullit njofton zonjën Sofie Hersi që të paraqes pranë zyrave të INUV dokumentacionin tekniko-ligjor të banesës që disponon. Dhe në mungesë të këtyre dokumenteve, sepse shtëpia ishte ndërtuar pa leje në tokë private, një javë më pas Inspektorati Ndërtimor Urbanistik Vendor e njofton zonjën për të bërë brenda 10 ditëve prishjen vullnetare të Vilës Trekaçe. Por ajo gjë nuk ndodhi. Dhe më datë 10 shtator 2010 kryeinspektori firmos urdhrin për prishje të objektit. Kur vajtëm ke kryetari i komunës që dhbinte fadromat, ai ishte tremb. E kishin kërcënuar djali Muhamet Hersit. Fatmir thotë, unë nuk mundem me ju fut kësaj çështje, kam fëmijë, kam familje, edhe unë nuk do lej familjen time rrugëve për këtë pronë. Unë do e vej një shënim aty që kjo shtëpi nuk ka të drejtë të legalizohet. Bëhet fjalë për këtë dokument të firmosur nga vetë kryetari Hysen Gashi, i cili kishte nxjerrë urdhrin e bllokimit të legalizimit të objektit në fjalë. U lodha nga kjo pronë. Merri shpirti aty ku s'mbamo, që të japish lek edhe të futesh edhe në sherr, edhe në gjakmarrje. U detirova, unë u largova, i kanë filan. Me mendjen e fjetur se shteti nuk do të gabonte sërish për të legjitimuar veprimet e familjes Hersi. Mirë po shteti jo vetëm që gaboi, por e thelloi edhe më shumë paligjshmërinë. Duke e pajisur zonjën Sofie Hersi në vitin 2016 me leje legalizimi për objektin 3 kate me papafingo dhe firmëtarët e këtij dokumenti ishin përgjegjësi i sektorit të legalizimit në Luiznin e Durrësit, Mario Semini dhe drejtori Flamur Gjuzi, i cili aktualisht mban postin e drejtorit të policisë bashkiake Durrës. Zoti Gjuzi, përshëndetje. Për ardhjen e misioni Piranjat. Patjetër. Në 2016 ke qenë drejtori i Luizit. Ku dush ti? Okej. Ta mbyllën atë kamën këtu. S'ka po që pastaj nuk ka sens. Si s'ka sens? Po ta di pra si është problemi dhe t'ia përgjigjen. Patjetër, ja ku i kam letra për ditë. Po futem aty kozira po të ndihsoj. Kamerë nuk e fikim dot se është emision investigativ. Nuk do të lidhë ka, unë jam dhe për dalë në terren, ta shoh. Në 2016 ke qenë drejtori i Luizni dhe ke legalizuar këtë shtëpi këtu. 3 kaçe me papafingo në tokë të dikujt tjetër. Tu është konstatimi në 2009 që i ka zënë tokën. Dokumenti i dytë, urdhër nga Hysen Gashi, kryetari i komunës asaj kohe. Lexoj pak urdhrin. Kjo shtëpi nuk duhet legalizohet. 3. Vendimi në INUV-it asaj kohe për prishje të objektit. Po pra është problemet në këto leta janë përcjell tek zyra e Luizit para se të legalizojë objektin. Kur një kryetar komune nxjerr një urdhër për mos legalizimin e një objekti, kujt tjetër përveç se palës së interesuar dhe zyrës legalizimit duhet ja dërgojë? Edhe sikur mos t'ju vin letrat fare. Një shtëpi që është pa leje, thjesht e legalizoni, nuk bëni asnjë verifikim? Po, ne bëjmë verifikimin objekti i plotson apo jo kriteret për legalizim. Po objekti për mendimin tim i ka kaluar të gjitha ato filtrat e tyre dhe është
kualifikuar për legalizim. Do me thënë një objekt 3-4 që ndërtohet në tokë të dikujt tjetër, që ka inspektim, vendim për prishje të këtij objekti nga Inuvi, Ne nuk plotson kriteret? Në qoftë se ne nuk kemi marrë njoftim nga qytetarë apo nga subjekte të tjera që për këtë objekt ka këto që po thoni ju, atëherë ne nuk e legalizojmë. Nëse nuk kemi nga ta dimë, nuk shtim Po fat. mirë, më fal. Unë jam Frardi, jam Askushi përpara jush në 2016. Si sigurova unë dokumentet, dhe si sigurohet ju që jeni drejtor? Atëherë duhet vinte zotëria për të cilën ankohet. Zotëria ishte në emigrim, bleu tokën e la aty. Kur vjen e gjen 3 ju e legalizoni. Do kompensohet ai për pjesë që ka zënë kjo zonjë? Nga taksa tona. Jo, nga fondi i kthimit të pronarëve. Fondi i kthimit të pronarëve si sigurohet? Po tash nuk e di unë se s'jam tash unë po flas për procesin. Nga taksa tona. Jo, nga vlera e parcelës zotimore. Palishmëria organeve shtetërore, përveç se sonon të drejta të individit që i zaptohet prona, sonon dhe të drejta e taksa paguesve shqiptar, sepse një person që ndërton në mënyrë të palishme legalizohet, paguan një shumë në vlerë minimale dhe dëmshpërblimi për tokën e zënë për pronarin që shpronsohet jepet nëpërmjet taksave tona. Kam zbatuar ligjin dhe vetëm ligjin. Vërtet procesi i legalizimit është një proces i pakthyeshëm, por ligji për legalizime ka të përcaktuara dhe rastet kur një ndërtim nuk mund të legalizohet. Ky ndërtim hyn te ndër ato që duhet të ishte skualifikuar. Zonja në fjalë e ka kryer palishmërinë dhe në kompromis me institucionet, jo vetëm se ka filluar ndërtimin, po se ka mbaruar ndërtimin dhe kanë legalizuar. Kam zbatuar ligjin dhe vetëm ligjin. Ligjin, duke legalizuar një gjë palishme. Po, jo vetëm këtë, po kam legalizuar 30.000 si puna kësaj. Të palishme. Jo të palishme, kush tha ty që është e palishme, nga nxjerrti ti. Po Inuvi që do të prisheni se është e palishme. Po të them në qoftë se këto shkresa nuk janë tek zyra e Aluizmit, Aluizmi asaj kohe ka kryer detyrën dhe vetëm detyrën. Nëse këto janë, është tjetër gjë. Sipas logjikës së drejtorit, kushdo që jeton jashtë vendit, blen një tokë dhe e la aty rrezikon që t'i zaptohet sepse nuk ka dërguar shkresa tek Aluizni. Kjo mund të ndodhë vetëm në vendin më të korruptuar të Europës. Sidoqoftë, lidhur me këtë pretendim të zotit Gjuzi, ju drejtuam Agjencisë Shtetërore të Kadastrës për të marrë një datë saktë depozitimit të këtyre dokumenteve në zyrën e Aluiznit. Ndërkohë sa i takon shifrës 30.000 legalizime që drejtori e manifeston kaq shumë, ai vet ka një histori pas së cilës ndoshta nuk do duhet të mbante me kaq krenari pozicionin që mban sot. Sepse më 24 shtator 2019, ndërkohë që zëvendës drejtoreshës së Kadastrës së Durrësit, Luciana Kola ju vun prangat, zoti Gjuzi u shpall në kërkim, pasi kishte dyshime të forta se në bashkëpunim edhe me zyrtarë të tjerë kishin shpërdoruar detyrën në legalizimin dhe regjistrimin e disa pronave të paluajtshme, kryesisht në Bregdet. Për zëvendës drejtoreshën Luciana Kola, prokuroria së kohë kërkoi arrest me burg, por gjykata vendosi detyrim paraqitje, ndërsa zoti Gjuzi i fshehur një zotë Diseku ju mbush mendja në mars të vitit 2020, pas 6 muajsh në Arati, dorëzohet në policinë e Durrësit dhe gjykata i cakton masën arrest shtëpie. Pas një procesi të gjatë gjyqësor, në vitin 2024, gjykata e apelit të Durrësit e dënon Flamur Gjuzin me 9 muaj burg për veprën penale shpërdorim detyre, dhe ky dënim i konvertohet në një vit shërbim prove. Dhe çfarë ndodh më pas? Në muajin prill 2026, zotit Gjuzi i dhurohet posti i drejtorit të policisë bashkiake të Durrësit, në shkelje të plotë të ligjit 89/2022 për policinë bashkiake, sepse në pikën D të nenit 12, një nga kriteret për pranimin në policinë bashkiake është që personi të mos jetë dënuar me vendim të formës së prerë për kryerjen e ndonjë krimi apo kundravajtje penale. Të gjitha çfarë ju treguam kishin të bënin me rastin e grabitjes së tokës që ju bë Fatmirit, në të cilën është përfshirë me firmën e tij edhe drejtori Gjuzi. Por ajo që do ju tregojmë tani meriton vëmendje maksimale, sepse kemi një drejtor të policisë bashkiake i cili pasi është emëruar në shkelje të ligjit, nuk e ka as pak problem të dëmtojë mjedisin në një nga zonat më të bukura në Durrës, sigurisht duke e shkelur ligjin në mënyrë sistematike. Përshëndetje Piranjat, pash rastin Ati Dibranit në tokën dhe legalizimin që i ka bërë drejtori Flamur Gjuzi. Sot nuk është më të legalizimet, është drejtori policisë bashkiake në Durrës. Ka një tokë afër fshatit Çavzota dhe Arapaj, mes 2 liçeneve, merr kamiona me dhe edhe inerte, i merr tek porti i Durrësit dhe i hedh aty për të shëshuar tokën. Mendoj se është e palishme, pra ai është vetë drejtor. Kush do vita gjobis? Siç shihet edhe nga këto pamje, kamionët me të tillë logo që hedhin dhera në tokën që nga sa thot denoncuesi i përket zotit Flamur Gjuzi, janë të njëjtët kamion që punojnë natë ditë në portin e Durrësit, aty ku kolegja Matilda Prendi ka zbuluar një tjetër skandal
zhytjen me disa centimetra të godinave që po ndërtohen. Por, siç na ndodh jo rrallë, informacionet tona edhe mund të rrjedhin në favor të shkelësve të ligjit. Ndaj kur mbërrim në Xhavzotaj përballemi me një heshtje varri, por shenjat e këtij aktiviteti intensiv dhe me shumë gjas të paligjshëm janë ende aty. Kemi ardhur për një denoncim tjetër, qytetar duke qenë se jeni drejtori i policisë bashkiake. Mbaroj gjithë sot, çka kemë thënë? Patjetër. Kemi denoncime lidhur me zonën e Xhavzotaj. Atëherë kalojmë tek zyra, tani jemi këtu për të kaluar ke zyra e mbyllim këtu. Jo, kamerë nuk, një sekondë, mos e prek kamerën, një sekondë. Edhe kalojmë ke zyra. Kemi denoncime që në zonën e Xhavzotaj. Kalojmë tek zyra thash. Pse prek? Po pse prek? Pse u bëre agresiv kur përmend në Xhavzotaj? Jo, hajde, Xhavzotaj është zona ime dhe është një nga zonat më të bukura. E një mirë domethënë. Po, goxha bukur. Drejtori nuk gënjen, siç shihet edhe nga këto pamje të filmuara me dron, peizazhi është vërtet mbreslënës, por dherat, gurët, betonizimi që po i bëhet pak nga pak, ja prishin bukurinë. Është një lokal atje Wonderful Camping, edhe po hedh jo vetëm dhera, inerte me kamion, ajo pjesë aty është tokë bujqësore. E keni inspektuar gjatë zonë, digje kush e ka, kush nuk e ka? Kam pas ankesë. Po normal se jeti i zoti tokës. Kush do ankohet? Ke gabim. Kush do shkoj të vendosë gjë? Verifikoje. Këtë verifikoj që si jeni ju pronari i asaj Wonderful Camping atje që është lokal lavazh, toka bujqësore. Ka për tjera kështu, të kthej përgjigje zyrtare. Në rregull? Ne ishim atje, kemi denoncim nga qytetar, pyetëm njerëz atje që ai lokal, ajo zonë deri te rezervuari që juaj. Ke gabim. Po si mund të mohosh një gjë që është e jote? Ja marr informacionin nga gabim. Falë, do të bëj një pyetje. Kjo toka këtu që është e lokalit, kjo këtu para? Po, si kjo përpara është e lokalit. Pronari që i kësaj toke se ka dhe so e të kuva pashe. Këtë pronën ngjitur ligje kush e ka? Ka mund gjujtë. Çfarë është? Duke që ka vazhdu se duke rështani për drejtoria policisë. E ka pronë dhe, kolegë dhe borë nga rezervari e patet. Po këtu digje kush e ka apo jo? Nuk e shet këse ky blen kushte. Nuk e shoh. E di sa këtu. Kush është? Dini gjë? Flamur Gjuzi ka ishte drejtori i legalizimit dus. Nuk besojmë se dikush tjetër, ndonjë i panjohur, të ketë bler prona në Xhavzotaj dhe të ketë interes që të përhap sa më shumë fjalë që këto i pas ka Flamur Gjuzi. Tash jemi ashtu ti djali. Ta mbyllim me kaq? Po mirë, duke qenë se jeni drejtori i policisë bashkiake, a shkojmë bashkë ju me makinën tuaj dhe me grupin tuaj, ne me tonën bëjmë një verifikim atje? Po, shkojmë. Okej, do me... Po, doni përpara prisë atje. Dakor, presim aty jashtë. Faleminderit. Ndodhem jashtë institucionit të policisë bashkiake Durrës. Drejtori Flamur Gjuzi na premtoi se do të presim pak minuta dhe së bashku me një grup inspektimi do të shkojmë në Xhavzotaj, në tokën ku hidhen me kamion dhera, mbetje të ngurta, inerte. Presim e të shohim a do të marr guximin zoti Flamur Gjuzi, të shkojmë e të inspektoj apo të gjobis veten e tij. Zotin Gjuzi e pritën për më shumë se 30 minuta, ndërkohë që bënte telefonata dhe priste njerëz në zyrën e tij, deri kur shefi i sektorit të territorit na lajmëron se Tash i thotë zotët për pjesën pa kamerë. Okej, po ja plotësojmë dëshirën. Fike kamerën. Sash jam në varësi të Bashkisë Durrësit, por do të marr okejen me kryetarin e bashkisë për të komunikuar me mediat, po pres në bësh kërkesën në shkrim, do të them këtë me shkrim brenda ditës sot. Do të sjell pastaj grupin, që ne presim kemi edhe nga kesa të tjera sot. Siç të thash isha për dy gjëra dhe nuk më erdhi mirë që e mohuat pronën tuaj atje, gjithsesi Do të garantoj se ne kemi të gjitha faktet, pavarësisht se nuk është me letra e juaja, ne dimë se si funksionon sistemi. Tash si funksionon sistemi? Sistemi funksionon se unë kam dhënë nota tezë. Nëse unë shkoj në një lokal, në një tokë shkel, dhe atje gjej një roje dhe i them kujtja është kjo toka. Pse s'më thot roja është i Aldo Filanit, thot është i Flamur Gjuzit. Se thot është Flamur Gjuzit, se thot komshiu është Flamur Gjuzit. Në të gjithë gënjejnë ju. Po të them ka letra. Letra mund të ketë, por nga ato letra që mund na dalë ndonjë teze pensioniste me 2 hektar tokë dhe ligjërisht jemi okay fare. Qofse ju s'dalloni lokalin tuaj o zoti Flamur. Wonderful Camping. Nuk është jemi këtu. Dakor, kush nga tru komision duhet, sikur se nga tru komision unë jam ke lavazh. Gjithsesi sa do të bëjmë ta verifikosh. Kur marrim një denoncim, përpiqemi me të gjitha mënyrat që t'i mbledhim dhe t'i verifikojmë faktet. Si në këtë rast, ku zoti Gjuzi thot unë jam tek lavazhi, eksaktësisht kjo pjesa këtu që siç shihet nga pamjet është e gjitha bashk pa ndarje me parkimin, lokalin dhe tokat bujqësore poshtë. Kjo toka këtu që është e lokalit, kjo këtu para? Po, si kjo përpara është e lokalit. Pronari që i kësaj toke se ka dhe so e të kuva pashe. Këtë pronën ngjitur ligje kush e ka? Ka mund gjujtë. E ka pronë dhe, kolegë dhe borë nga rezervari e patet. Nuk e shoh. E di sa këtu. Flamur Gjuzi ka ishte drejtori i legalizimit dus. A
për pak harruam të themi se biznesi Wonderful Camping, lavazh lokal, parkim nuk figuron i regjistruar në qendrën kombëtare të biznesit, ndërsa për këtë katastrofë mjedisore që po bëhet në pjesën tjetër, kemi informuar edhe Inspektoratin Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit në pritje të një përgjigje për konstatimet dhe masat që mund të merren. Sa për pronarin me letra si prestanome, kjo i takon organeve ligjzbatuese që ta hetojnë, pasi të tilla veprime quhen as më pak e as më shumë fshehje pasurie e pronarit real. E ai zyrtar që fsheh pasurinë ka brenda edhe korrupsionin, edhe evazionin fiskal, edhe shpërdorimin e detyrës, thënë shkurt subjekti SPAK-ut.